Pak ditë më parë, televizioni Apollon transmetoi një kronik problematike ku përmes pamjeve nga bregu randor i plazhit të Divjakës, paraqitej një situatë e rënduar nga mbeturinat, të cilat kishin pushtuar një pjesë të konsiderueshme të vijës bregdetare. Mungesa e ndërhyrjes dhe e përgjegjësisë u vënë qartësisht në dukje në atë kronik. Menjëherë pas transmetimit reagoi Agjencia e Shërbimeve Komunale, e cila ka nisur procesin e pastrimit të bregut nga mbetjet plastike dhe ato të drurit. Aksioni synon për përmirësimin e imazhit të zonës dhe krijimin e një ambienti të pastër për turistët vendas dhe të huaj, që pritet ta vizitojnë Divjakën në ditët dhe në javët në vijim. Kjo ndërhyrje është pjesë e parapërgatitjeve për sezonin turistik veror në Parkun Kombëtar Divjaka Ravasta, një destinacion i njohur për turizmin natyror dhe plazhin me rërë të imët. Autoritetet lokale theksojnë se një ambient i pastër nuk duhet të jetë rezultati i reagimeve pas kronikave televizive, por një detyrë e përditshme institucionale për të ruajtur identitetin turistik të Divjakës në çdo stin të vitit.